Opozita e konsideroi serioz paralajmërimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rrezikun që dy grupe të lidhura me Iranin mund të ndërmarrin sulme në vendin tonë, ndaj nga kuvendi kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare në drejtimin e presidentit. Sepse realisht nuk po shoh një reagim adekuat të qeverisë shqiptare për të analizuar një situatë e cila nuk mund të kapërcehet thjesht me deklarime këtu në kuvend, as me politizimin e kësaj çështje. Si përfaqësuesi i qeverisë, ministri i jashtëm dha mesazhe sigurie, ndërsa theksoi se Shqipëria është në kontakt të vazhdueshëm me SBA-n dhe NATO dhe se nuk ka asnjë arsye për të ngritur alarm. Jemi në kontakt me ta këtu, jemi në kontakt me ata në Washington, jemi në kontakt me partnerët e tjerë në NATO, nuk ka absolutisht asnjë arsye për të qenë të alarmuar, situata e sigurisë është absolutisht e sigurt. Edhe ministri i mbrojtjes Ermal Nufi, duke ju përgjigjur interesit të medjave, e cilësoi njoftimin e ambasadës së SBA-s të zakonshëm, duke thënë se nuk ka vend për shqetësim. Besoj që nuk ka vend për të shqetësuar, besoj që ambasada ka bërë deklaratën e saj përputhje me masat e sigurisë që kanë për qytetarët amerikanë. Por opozitarët ngulmuan në qëndrim për nevojën e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ndërsa kritikuan qëndrimet e para zyrtare të qeverisë, ku paralajmërimi i Shteteve të Bashkuara konsideroi hamendësim. Në rastin më të keq, jep mesazhin se qeveria shqiptare nuk ka bashkëpunim me aleatin ton strategjik. Debati i nisur për çështje të sigurisë kombëtare rrëshqiti mëtej në deklarata politike. Bojkoton kuvendin edhe del pastaj edhe thotë që ne i shpallim luftë Iranit, turpi juaj. Nuk ka sot asnjë informacion zyrtar për të qenë target i këtyre sulmeve. Ti shkoj jep hesap aty para drejtësisë se ke vrarë 26 vet aty. Na bën ti si përfaqësuesi amerikanëve ke 20 vjetu. Presidenca ndërkohë sqaroi me një deklaratë pse kreu i shtetit nuk do të thrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare për këtë çështje, të paktën në këtë fazë të informacioneve. Presidenti i Republikës ka konstatuar se të gjitha institucionet relevante janë vigjilente dhe në ndjekje të plotë të situatës, mekanizmat ekzekutiv të sigurisë janë aktive dhe funksional. Gjithashtu presidenti i Republikës ka konstatuar se bashkëpunimi institucional dhe ai me partnerët e huaj e ndërkombëtar është në nivele të larta. Presidenca tha se kreu i shtetit është në kontakt të përditshëm me institucionet e Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe informohet për tyre në çdo situatë dhe skenar, si dhe për të gjitha masat që merren në kuadër të protokolleve të sigurisë.